Ky bunker në Gadishullin e Linit, në një nga vendet më të bukura të gjithë Shqipërisë, është i famshëm nga një reportazh i National Geographic, por edhe nga disa televizione ndërkombëtare. Dhe a e dini pse? Eksaktësisht në këtë vend, në shekullin 19 ishte kisha e Shënkollit, por në vitin 1967 kisha u hodh në erë dhe në vend saj u ndërtua një bunker në një pozicion strategjik dominues mbi liçenin e Pogradecit dhe duke parë në drejtim të Jugosllavisë së asaj kohe. Por në vitin 1991, kur regjimi komunist u rrëzua dhe besimet fetare u rikthyen sërish, banorët e zonës tentuan ta shëmbin këtë bunker për të rindërtuar kishën e Shënkollit. Ata nuk ja arritën, por nuk u dorëzuan. Vendosën që bunkerin ta kthejnë në kishë, duke vendosur brenda vendin ku ndizen qirit, disa nga ikonat dhe duke ruajtur bunkerin madje dhe vendin ku vendosej mitrolozi. Kështu që kisha e Shënkollit u kthye në bunkerin kish të Shënkollit, i cili është i vetmi bunker kish në botë. Po hy brenda për ta treguar pak pamjen, mund të rri vetëm një person, shiheni. Këtu është dhe vendi i mitrolozit, rreth e rrotull janë ikonat, vendi ku ndizen qirit, dhe shiheni akoma vendi ku qëndronte automatiku. Pra kjo është pamja që ka duke dominuar të gjithë liçenin, kjo është eksaktësisht vendi ku vendosej Kallashnikovi dhe më tutje është gjithë pjesa e liçenit të Ohrit. Pra është e vetmja kish bunker e cila ekziston sot në botë. Nga bunkeri kish në zonën e Linit.